10 hektar. E di që i bëj dikun në kontrolla, kështu që sillna i bëj mesatarisht 20 deri 25 kilometra në ditë. Ma të gjatit në Ballkan. Ma të gjatit në Ballkan. Se në Kosovë Këtë gjatësitë të bëgonave nuk e ka askush. Kosova e pa ndjenjen e aeroplanit nashta, ku s'është për një herë që lëshohet poshtë kamikaze, është më e shpejta. Mos harroni më ardhën e fluturu në kamikaz. Shumë kanë thënë që deti ka ardhur në Ujvara Resort. E tash jemi pikërisht në atë vend ku dojna me pas çfarë deti. Çdo bërtim që e lëshon prej kënaqësisë ja vlen definitivisht. Pjesë që simulon shiun. Është një risi kogja e madhe kjo, duket si me ra shi. Tradicionalja shkon shumë të na, se është shumë e pasuruar. Kemi hotel të ri që po përgatitet? Po sigurisht. Tu e kemi një sol dosma. Sol dosma? Organizojmë edhe dosma. Tani jemi në një destinacion tjetër, ku thuhet që mira vizitorë vinë në ditë, diku rreth 2000-2500 veta. Ne kemi ardhur pikërisht mëngjes, për me pa dallimin nga mëngjesi në mesditë. Tani çka po shoh është krejt parkingje të thatë dhe ja dhash një rreth tek pishinat, keq kanë dëgjohet të zhurma ujit. Por për ma tepër, hajde ta shohim bashkë se ku kemi ardhur. Për të na prezentu më nga afër këtë resort, unë do të takoj Almirin, menaxher të pjesës së pishinave. Përshëndetje, si je? A je mirë? Si je një? Mirë, faleminderit. Ne kemi ardhur për gjithë ata që na shohin, unë e di që janë shumë kurreshtar me pa nga afër Ujvara Resort, ç'ish funksionon dhe çfarë hapësirash posedon. Tani shoh që jemi në pjesën e hyrjes. A na tregon rregullat se çka duhet bëjmë për dashdu ma tutje. Kjo është edhe çmimorja, e kena nda në Hanë e Martë për shkak të fluksit njerëzve jemi mundu me bo disa oferta. Hanë e Martë është 8 euro, e Mërkure e 9 euro për persona mbi 11 edhe mbi 11 vjeç, ndërsa për 2 deri në 10 vjeç është 5 euro në të gjitha ditët. Almir, për vikend e kuptoj, pjesën e ditëve të javës, pesho që është një çmim ndryshe, a mund të me ditë Kjo është e ceka, për shkak të fluksit njerëzve se zakonisht njerëz pushimin e kanë ka fundi javës ose veç në fund javë. Për këto ditë që janë me ma pak punë, jemi mundu edhe na me aletu pak në çmim familjeve edhe... Sa mirë. Këtë meta me cekë. E premte shtune është 10 euro për tritën, 5 euro për fëmijë, edhe të dielën 12 euro edhe 5 euro për fëmijë. Po ashtu kena edhe Oksa Club. Oksa Club është ditëve të vikendit 7 euro, për ndryshe gjatë ditëve të javës kemi bu ekstra një ofertë që është 5 euro. Po për Oksa Club mundëm me diskutu kur vazhdojmë tutje. Pagesa bëhet këto, mundet me u bu pagesa me kartel, mundet me u bu me cash, qysh do që e dëm pushtuesi, i marrin biletat, e marrin kuponin fiskal edhe bëhet këto skenimi i biletave për 2 personave në këtë anë edhe në këtë anë që me pas sa ma pak rënë, sepse fluksi mund të bëhet shumë i madh. Shumë mirë. Almir, tani për shoh që kanë fillu lëvizjet e njerëzve. Më tregon në sa ora fillon? Orari fillon në ora 9 edhe përfundon në ora 7. Na kemi punë shumë ma herët, na stresin e bojna na që pushtuesi mos me pas asë dhe një stres të vetëm. Çfarë sfida keni? Çfarë përgatitjesh para se ne keni? Sfidat të shumta, me të vërtetë janë të shumta, po e kemi një staf profesional edhe që e bën punën ma të lehtë. Kemi sfida për ma ndryshme, vish arsyeja pse kena vish në pjesën e bazenit i kemi 3 shanka, vish pjesa e timave me vopare tima është mjaft stres. Një ndër
Unë që duhet paraprakisht me qenë. Do të normal, porosit kontrollohen mas dite, për ditën e nesër me qenë krejt gati, kontrollohen brumat, kontrollohen gjitha ushqimet, edhe sigurohemi që gjithçka është në rregull për me startu. Vinë kuzhinierat e pastrojnë, shankistat pastrojnë shankën e tyre, kamariat pastrojnë tavolinat, edhe secili në punët e veta. Ushqime kryesisht? Këto kryesisht shërbejmë sandviqa, pizza, pasta sallat, waffles me Nutella, kemi pem, fruta mix, shalqi, akullore, chipsa, qëtojnë për krejt kategorit. Krejt. Edhe për fëmijë ka çka dush. Po, për grup mosha masëna ko me fol, definitivisht që çdo mosh ka me gjetë vetën në këtë vend. Ato e garantoj. Almir, am tregon që sa vite është Ujvara? Ujvara bazeni është qelë në vitin 2002 edhe ka qenë, nëse nuk gaboj, vish pjesa anina ka oksa. Se unë e kom fillu punë këtë që 2 vjetë që më ndodhë në informat që nuk e kam sakt. Po në vitin 2002 është qelë investimi non stop, mas tëna ka qenë të u zhvillu. Në zhvillim e sipër, po zhvillimin kryesor e kena pas në vitin 2017 ku janë ardhë pjesa të bëganave. Edhe që aty mas tëna pushust definitivisht e kanë pa ndryshimin më të madh se është me standardet më të mira që mundet me... Sa hapësirë është komplet këtë ky vend, Aiden? Dikun të 10 hektar, nëse nuk gaboj. Kom dëgju edhe ashtu. 10 hektar, se 10 është... hektar! E di që i bëj dikun në kontrola, kështë që silna i bëj mesatarisht 20-25 km në ditë, që ashtu në më i mëngje. 10 hektar vetëm që vizitorët me i pas gjitha shërbimet, gjitha hapësirat dhe me uni komod. Kjo është me të vërtet është për me o admiru. 10 hektar vetëm në një resort është për mu diçka shumë e madhe. Atër, këtu jena të pjesa e pishinës të parë, ose na për me mujtë me orientu e quajmë bazeni i gjatë. Bazeni i gjatë për nga gjatësia. Për nga thellësia? Thellësia fillon me 1,20 dhe përfundon në 1,6. Edhe këto është një ndryshim që është bo për shkak të sigurisë të klientave. Cili ndryshim? Që thellësia u bo maksimumi në 1,6 që mos me pas nevojë me reagu shumë zhycat. Edhe kjo është bo veç për me hek stresin. Munën edhe në tartë munën me shfrytzu këtë aftësinë, nuk është i pengon diçka, po edhe në anën tjetër jena të sigurt pa ndonjë incident. E përmene zhycat edhe përmene sigurim. A më tregon sa në kretë këtë hapësirë, sa zhyca janë të punësum këto? Zhyca kemi 8. 8 zhyca? Po, në rast nevoje, kur ka edhe për ka pjesa të bëganave, ose të wave-it është që kemi këtë hapësirën e re, mundemi gjithmonë me i shtu varësisht prej kërkesës edhe varësisht prej fluksit të njerëzve. Në këtë pjesën e sigurisë, definitivisht nuk kena... Thjesht nuk bojmë kompromis në këtë pjesë heq se nuk dojmë me nëndodhë. A keni rastet shumëta që duhet me ndërhy zhycat? Rastet janë të ralla, ma shumë ndodhin për shkak të habis njerëzve se sa prej që nuk din me notu. Se kanë obligim me i pyt të bëganat edhe kanë një farë moshe
cilët lejohen për këto toboganët e mëdhej, edhe nuk lejojnë njerëz që nuk dinë me notu, nuk i lejojnë fare. Për ata që dinë me notu, edhe aty në mund t'i ndodhë ndonjë problem, po që i kena zhycat aty në gatishmëri. Zhycat janë në çdo pishin të mundshme. Edhe në çdo pikë ku ka dalje tobogani, përveç edhe te wave poolit tash. Do me thënë siguria është shumë nivel. Po thëmë edhe njerë nuk dojmë, as nuk diskutohet kjo pjesa e sigurisë, se dojmë me qenë në rahat që përshusim me u konë rahat. Shumë mirë që keni investu këtë pjese, sinqerisht pavarësisht krejtë gjanave, siguria është mbi të gjitha, shëndeti mbi të gjitha, kjo është për më vlerësu, me 8 zhyca, është diçka që secila familje kur niset për këto, niset me një ndjenje të sigurt. Në orë dhe pushim. Po thëmë, 8 zhyca janë standard. Dhe më thënë rritën si pas nevojës. Rritët si pas nevojës, edhe pse ndryshimi që e përmena, ndryshimi është bo në një e gjys vetëm për shkak të kësaj arsye. Mës me pas nevojë as zhycat me punu ma shumë se sa që dohet, po edhe njerëz mës me pas stresin e apo ndodh diçka apo s'po ndodh diçka. Se në fundit mundet veç me kcy pak edhe apet mundet tek e fundit veç sa për me marrë frymë nuk është kjo të lashe mu. Të më thonë pjesa më falë që për ndërprej, po pjesa e pishinave është ribo, se në konë ma të thellë bazenat është rindërtu për me u bo në këtë thellësi që është tash. Po, e kuptova. Këto të rriturit do të thotë? Këto është mix, ka të rritun, ka fëmi, po që apet kisha mund me thonë nështë mbi moshën 12 e tutje pozicionohen këto. Po, dhe ka disa që jenë matë të ri, familje, po, normal. Familjen e kena atë pjesën anej që tash e shkojmë dhe e shojmë, po kryesisht këto jenë ma të ri ose adolescentat. Kryesisht rrim, po edhe njerëz të rritun që kjo është pjesa ku, nëse s'kam fëmi, që kjo është pjesa për me u pozicionu. Super. Almir, po shoh shumë tobogana. A më tregon sa lloje keni edhe sa është numri tyne? Numri toboganave në këtë pjesë është 8. E kena multisliden që është me 4 shirita. Ajo kryesisht është për fëmijë ose prind me fëmijë me përcjellje. Vazhdojmë te Kosova, është Kamikaze që është tobogani më i shpejt. Masë na kena llojdashmëri. Ka tobogana të cilat janë me përdorim të gumave, ka që janë pa guma, ka të qelt, ka të mshelt. Kështu që ka llojdashmëri që klienti mundet me i përdor varësisht prej dëshirës të tina. Edhe varësisht prej moshës, sigurisht janë të ndarë. Këto kryesisht i ndajmë me ata që dinë natë, për shkak që janë për një moshë pak ma të madhe, edhe pse as fëmijët nuk ndalen nëse e shohim që janë të sigurt, dinë notin edhe nuk ka ndonjë telashe për ta, edhe aty ne ju lejohet. Sa janë të edukun në bazë e mi respektu rregullat vizitorët? I respektojnë kryesisht edhe pse kena normal, kena raste ku nuk respektohen, e ajo ndodh më shumë te trit ku kërkojnë me ulshu një mas një për shkak që janë shoshni, edhe aty mundet më na ndodh incidentet. Na kena një person përgjegjës për çdo tobogan, edhe ajo është në koordinim non-stop me zhytsin, zhytsi ja jep informatën që tobogani është në rregull, personi që është lëshu është në rregull, nuk ka nevojë për ndërhyrje, edhe i japet informata që mundet me lëshu tjetrin. Edhe kështu vazhdojmë. Nëse mahet ky rregull, kur në jetë nuk kemi probleme. Po normal njerëz kemi shumë njerëz edhe ndodh në herë që rregullat nuk respektohen, edhe po them edhe një herë kryesisht ndodh për shkak që personi përgjithës rrin para toboganit, po klientat mundën Po falë, kësa ju e keni stafin përgjegjës dhe... Ose e shohin kur është të komuniku me zhytsin poshtë edhe ikin shohin 2 veta. Rastet ku mundën mu lëndu janë vetëm në atë rast, përndryshe toboganat janë shumë të sigurt, janë bo me standarde maksimale, kisha me thonë, janë më të gjatit në Ballkan, definitivisht nuk ka asnjë vend. Edhe këto e thëmë me kënari që... Ma të gjatit në Ballkan. Këtë gjatësi të toboganave nuk e ka askush.
mundohemi shumë edhe i rrim gati shumë sigurisë, po normal në këtë aspekt do të më na kuptu edhe klienti edhe ata. Nëse ata i respektojnë rregullat, na i ofrojmë maksimalisht siguri. A më tregon cili topogan është më i kërkueshëm? Ka shumë, po kisha me thonë nështë Hinka, e Gjelbërta edhe Kosova. Për shkak Kosova e jep atë ndjenjen e aeroplanit nështë, ku së është për një herë që lëshohet poshtë edhe shkon kështu si një farë uje që bëhet, është kogja adrenalin që e. Unë i kom vrejt edhe gomat, që ka shumë kërkesa. Edhe të gomat e kena një problem për shkak që gomat janë vetëm për tobogana. Gomat janë dizajnume për mullëshu me to, janë tobogana, 3 tobogana. Është Kosova, është një tobogan që është imbyllët, që edhe një tobogan që është i qeltë që ka nevoj për gumë. Aty nuk lejohen personat me ullëshu pa goma. Cili t'jep ma shumë adrenalin? Adrenalin... Se adrenalin është Për mu definitivisht e Gjelbërta ose Hinka, se në fund e ka një pjesë që është rumullakt, edhe viç e she kur ki me ra, po kur se din kur ki me ra. Pastaj kena ato 2 t'naltat, njona është e qetë, njona është e mshelt, që janë këgjat shpejta, a nëse dën adrenalin të shpejt edhe të shkurt është kamikazi, është më e shpejta edhe do këtë që jetë të fluturu. Okej, mos harroni më ardhni fluturu në kamikaz. Pastërtia dhe siguria janë 2 kriteret që nuk bëjmë kompromis heq. E kemi i cek në çdo tabel të mundshme ku mundet me ndodhë rëshitja, kemi tabela ku e tregojnë atë pjesë. Këtu e kemi pa që përveç që i kemi qitë tabelat, njerëz kanë fillu me rëshit, kjo pjesë është e re për ndryshe. Edhe kemi marrë me njëre masa, e kemi pa që se vrapojnë. Fëmijët i vrapojnë, trit vrapojnë, edhe do të me punu në favor të tyne. Që e kemi shtru edhe këtë pjesën e tepiut që me parandalu maksimalisht rëshitjen. Këtu jena të pjesa e pishinës, ne kemi nda me anije, që shto e kanë klientat vetë e kanë emëru. Almir, kjo pishin, çfarë masi e ka? Këtu veç fillon pjesa ku sistemohen familjet. Kjo pishin thellësinë e ka 50 cm. Kryesisht janë fëmijë 9-10 vjeç, që i kanë toboganat e ty me ndam, po edhe normal, edhe prindet mundën me shiju këtë pjesë është nashta kush dën me pas pak ma qetë, se në këtë pjesën e familjarit i kena toboganat më të mëdhej, ka me thonë ashta zhurma ma shumë për shkak të aktiviteteve që i bojnë fëmijët. Kështu që e kena lënë edhe një hapësinë tjetër me zgjedh prind se ku po dojnë me nejt. Mas të na vazhdojnë atë pjesa familjarit, e të pjesa familjarit. Të pjesa familjarit, unë i kam disa pyetje. Urna. Kretë kjo hapësirë, a më tregon cili ka qenë rekordi që keni mirë kretë vizitorë këto? Rekordi është dikun të 2500 veta persona 2500 veta, po, që kanë hy këto. Edhe, po tash, ky rekord pritet me u thy, se kemi marrë një porosi me shtrata ma shumë, me çadra ma shumë, kemi zgjenu hapësinën edhe veç besoj që ky rekord shumë shpejt. Keni bërë diçka të re që ma vonën e kam njoftu kretë ata që përna shohim, besoj që dhe ajo është arsyeja kryesore, ose ndër arsyet. Po më trego vizitorët për cilave vende vinë? Vizitorët kena prej krejt trevave shqiptare. Kemi normal prej Kosovës që vinë, për qyteteve të ndryshme, kemi prej Shkupit, për Maqedonisë në përgjithësi, kemi të Shqipnisë. Shqipnisë kryesisht vinë vikende, jena mësu
na me shku në Shqipni, po tash jena të i pru na. Sa mirë. Mërgjimtar. Mërgjimtar ajo s'diskutohet. Mërgjimtarët e kanë vene këtu që gjithmonë vinë e vizitojnë edhe definitivisht shumica, mos thënë gjithë prej tyne ndahen të kënaqur. Edhe komendi që e marrim është edhe që na gëzon shumë, është ata e kanë luksin për me shfrytzu hapësinat. Çka ju pëlqen më shumë aty, në cila pjesa që i kanë, nëse po folim për Europë, kanë kësi lloj akvaparka edhe apet kur e bëjnë krahasimin janë që aty mos thëmë që veç e lëvdojnë edhe më shumë. Ne i falem disa pika ma herët, po du me marrë një pikë taman. Çka ju veçon prej shinave tjera ose resorteve tjera, që ju e dini që jeni nishi dhe nuk ka zëvendësim? Atëre, çka na veçon është qyshe ceka dhe më herët, është gjatësia e të paganave, edhe ku nuk diskutohet është gjelbërimi që kena në natyra. Është tepër e madhe nëse marrim pamje ka do që shiqen gjelbërim ka në gjitha anët. Edhe kjo është një investim që është bo edhe definitivisht e ka ndryshu edhe perceptimin e klientave edhe normal që u prit ekstrem mirë. Se në fund të fundit apet në vinë këtu me ula, po gjelbrimin normal që vynë edhe për me kriju është një freski ndryshe. Edhe freskia ndryshe, ajri është ndryshe edhe definitivisht kjo na veçon kështu në hapa të mëdhej kisha me thonë. Kam dëgju që shumë kanë thënë që deti ka ardhur në Ujvara Resort. E tash jemi pikërisht në atë vend ku dojna me pase çfarë deti. Almir na tregon, a ja ka vlejt ky investim i ri në Ujvara? Ja ka vlejt çdo cent, çdo knatësi e klientit, çdo bërtim që e lëshon prej knatësisë ja vlen definitivisht. Ky investim është bo si vjet, edhe është bo që normal, ne do të me qëndru me kohën, me ecë, me nxon hapin edhe gjithmonë me sjellë risi, që mos me lon asnjëherë klientin me u bo bajat, nështë ta kisha me thonë, po ato nuk e lejojmë kur. Kjo është risia që është bo, është u prit jashtëzakonisht mirë për klientave. Problemin që kena është që kur po nalet, s'ka qare pa u nal, ka njerë për shkak të bllokave që sa është pauza? Pauza është 40 deri në 1 orë, pavarësisht edhe temperaturave, edhe normal atmosferike, po edhe të fluksit që ka. Qysh e din vizitorët që veç kjo është aktivizu? Këto aktivizimi shëjohet me një bori tepër të madhe edhe ndërgjohet në krejt hapësinën, edhe aty pushues të dinë që valët veç janë shu. Edhe fillon me disa programe, fillon njerë me më të kadalshme, edhe më të vogla, e deri në ato më të mëdhaja. Këtu mirëbohet non-stop edhe jemi të mundu me majtë sigurinë maksimalisht në këtë pjesë. Këtu thellësia maksimale shkon në 1,80 m, po që normal për shkak të sigurisë janë 2 zhuca cilët i thojnë njerëzve mos me shku deri në fund për me preventu çdo rrezik të mëdhenj. Po edhe në rast të një rrezikut tejet madh, nëse veç ndodh që s'ka ndodh asnjëherë dhe po shpresoj që asnjëherë s'ka më ndodh, janë 2 zhuca në 2 anë. Normal që këto janë shtem nëse veç ka nevojë, po edhe kena butonin cilit është stop emergent, edhe e bojmë reagimin në mënyrë profesionale. Nuk ka pagesë shtesë? Jo, të gjitha kjo pjesa e akvaparkit të gjitha përfshihen në çmimin që është cek të hymja. Bravo, shumë mirë, sepse të pas parasysh këtë investim edhe atë që është i kërkueshëm prej njerëzve, nëse nuk keni vendosur pagesë shtesë, unë mendoj që është çka shumë. Bravo. Definitivisht, ne munduemi për klientin maksimalisht. Sepse e ditë se ta bëna pyetjen. Kam dëgjuar që kanë thënë që okej, tash kanë sjell detin edhe ka pagesë ekstra shtesë. Por ja që nuk ka pagesë ekstra shtesë. Këtë ata që unë kam lexuar komente dhe kom po, kjo jenë në kuadër të pagesës që e bën në hyrje.
Valentina, e ceka më herët te shonku 2 që fluksi ka qenë shumë i madh i njerëzve edhe nëse në herë kanë prit na u dash me marrë masa dhe masat që i kemi marrë janë që kena bo komplet një shank të ri. Do të thotë edhe ky që ka një investim i ri. Po. Është bo i ri kjo pjesa komunën edhe njerë me marrë porosi ndryshme, këtë është me meny pak më të gjanë edhe me të vërtet është një pjesë ku edhe është hije, është bukur, e shohin edhe valët, edhe është ky bazeni tjetër në formë të lës që është edhe ky shumë i gatë deri atje vazhdim. Deri në fund. Po ashtu edhe këtu e kemi një pjesë, për shkak që jena tu përgatit, hala nuk po mundemi me lëshu tash, po është si pjesë që simulon shiun. Është një risi kogja e madhe kjo. Që stimulon? Shiun. Do këtë si me ra shi. Aha, pamin me qenë sikur shi edhe me edhe tu dreku këtu me pas qatë pamje definitivisht është shumë mirë edhe në anën tjetër freskuse shumë. Po i keni marrë këtë ide që keni menu për kretë këto gjana në njësim? Idetë marim gjithandej. Një edhe kryesorja është pi kërkesave të klientave që ata definitivisht kërkesat e tyre dëgjohen, ankesat e tyre dëgjohen, po edhe kritikat e mira dëgjohen. Kështu që nëse ka diçka për me përmirësu, e bojmë, e diskutojmë, edhe përgatitemi për vitin tjetër që mos me i pas problemet e njëjta që kemi pas për shembull vitin e kaluar. Kështu që më thonë jeni gjithë secili jep mendimet e veta në çdo pozicion. Unë kam si menaxher kam raste të shumta ku klienti vjen me ndaj kërkesë ose pëlqim, kritik, çka do, edhe definitivisht ato kërkesa edhe kritika nuk shkojnë edhe nuk shkojnë vesh shurë. Definitivisht dëgjohen edhe nështë nuk mundemi me reagu në moment për disa kërkesa që janë më të mëdha, po definitivisht ato shqyrtohen jashtë sezonës edhe bëjmë gati për sezonën tjetër mos me u përsërit gjanat e njëjta. Prandaj keni arrit kaq shumë, prandaj jeni zgjenuar kaq shumë. Deshta dhe diçka, më tregon sa staf ka sa i përket pjesës së pishinave total. Staf ka me të vërtet shumë, nëse e mbledhim total dikon të 40 persona janë të konsum në ujvar. Wow, kështu që ka mjaftueshëm, sa për staf nuk hekim, ka njerë janë furat ato që na ndalojnë prodhimin e shumë të cilën e kemi. Më pëlqej kjo se gjatë intervistës e poshtë çdo herë në rastet e nevojshme, e rrisim stafin, jemi në gjendje gatishmërie. Absolutisht. Edhe bravo, sinqerisht bravo. Deri me tani unë çka posh është diçka që me të vërtet është për më vlerësu. Almir, derisa na i vizitum hapësirat, unë shoh që veç pishina pas ka filluar me u mbush. Ku jemi tani? Tash këtu hyjmë në zonën më ekskluzive të ujvarës, jemi në Oksa Pool Club. Këtu është me një pagesë ekstra, e kom cekë edhe të hymja, është gjatë ditëve të javës 5 euro është për person ekstra, ndërsa gjatë vikendeve është 7 euro për person. Çka përfshihet në këtë çmim është që shtratat janë më të butë, ka qasje, kamarirat vinë deri te tavolina e marrin porosin, ka DJ, cilët janë vazhdimisht prej orës 11 i shoqërojnë me tingut muzikës. Edhe kjo zonë, më me thonë, është nështë pak ma shumë për të ri. Po që normal, secili ka qasje në këta, po zakonisht frekuentohet më shumë prej të rive. Për shkak edhe të muzikës, me zomat nalt, edhe normal është më ekskluzive. Personat që paguajnë këto e kanë këtë pjesë private, i kanë banjët e ndame, edhe personat të cilët nuk kanë paguar për këtë pjesë nuk kanë qasje në këtë pishinë. Domethënë i japim një ekskluzivitet edhe privatësi pak më të madhe pushuesve të cilët e zgjedhin Oksa Pool Club. Edhe ky restoran këtu që veç për me po vrejet që është diçka pak më ekskluzive. Që besoj këta të pishinës se kanë? Po, këtu kanë qasje përveç të shtratat që ofrohet shërbimi, po edhe në këtë pjesë që mundën edhe këtu e kanë menyn më të zgjenume edhe nëse dojnë pushurar. Me këtë investim që kena bërë tash
komentin e kena marrë që është French Riviera, po unë s'po kom qef me qyta ashtu, është në Kosovë, është në Ferizaj, edhe është në Ujvar. Kështu që me të vërtetë është shumë bukur, i kanë edhe pjesët e këtyre fladiceve që i ofrojnë komoditet gjatë ngrënjes, drek apo mëngjes çka do që dëshirojnë me zgjedh. Do thotë edhe ky është tani rishtas në këtë verë. Pjesa ka qenë, po janë bo investime edhe renovime cilat shihen edhe prej largët vrejnë me njerë ndryshimet që janë bo. Është pjesa e shtratave, është pjesa e kësaj hapësinës këto që me këto çadrat e reja që a ka hapësirë të mjaftueshme? Pasi po besoj që është kërkesa pak më e madhe këtë pjesë. Po, definitivisht. Këtu non-stop mundemi me shtu shtrata kur ka nevojë më shumë, po si kapacitet mundet me nxonë deri në 200 veta, normal me shtime, po që edhe këtu tregohet. Kur mrihet limiti, shtojmë, ju tregojmë që është pjesa e barit, ku mundem me pushu hala më shumë. Edhe me kalu një ditë? Me kalu një ditë perfekte. Fantastike! Prej këtu, kena qasë në restoran ku pushust mundën edhe ata që kanë pagu vetëm për aquapark, mundën me dalë direkt të pjesa e restoranit, me një që i tregojnë personas përgjegjëse të hymja, që bëdoj me shku në restoran edhe ata i marrin shiritat që janë veç për restoranit. Për restoran e kam kolegën tem, Sanien, është menaxhere e restoranit, edhe ajo ju mirë pret tash, une dëna me u këthy të punë të mija, cilat janë shumëta që pushust me u knaq sa ma shumë. Almir, unë të falenderoj shumë për kohën, sepse pam që është një darkesa shumë e madhe të pas parasysh që është vikend. Shpresoj që nuk kemi të gjumë proces punës, faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për çdo fjalë që e ke thënë me plot profesionalizëm. Faleminderit shumë juve që keni qenë. Mirupafshim. Të të mirë. Ishim në pjesën e pishinave, ku i vizitum çdo cep. Tani jemi shumë kërështarë, më na tregu pak për pjesën e restoranit, se çish funksionon. Po, faleminderit për vizitën. Restoranti zakonisht hapet në orën 8 mëngjes. E kemi deri në 12 orare. Mëngjesi shërbehet prej orës 8 deri në ora 1, me thonë ashtu. Shërbehet zakonisht tradicionali shkon shumë të na, se është shumë e pasuruar, po, edhe shërbejmë edhe qaj zi. E kanë shumë qef musafirë tonë, po, shumë e kanë qef, po, mëngjesi, sidomos është shumë e pasuruar. Për ndryshe, janë edhe tjerat menu që i kemi pasta, peshko... Cili specialitet? Të gjitha. Të gjitha llojet e mishit, të gjitha llojet e ushqimeve detit. Kështu fillon të ne puna. Shumë mirë. Vinë vizitor edhe prej pjesës pishinave, apo kombinon edhe ne edhe ka t'jashtëm që nuk e frekuentojnë? Po, ka edhe prej pishinës që vinë me porësit. Ka edhe ane i restoranet janë sigurisht, i keni pa deri tani. Po, ashta. Ka musafir të ndryshëm disa, ka prej gjithë Kosovë, po kemi musafir edhe prej Shqipërisë. Kemi musafir sidomos prej Maqedonisë, shumë. Janë mas shumë të thujet se frekuenca ma e madhe është prej Maqedonisë. Po prej gjithë vendit, rojeve shqiptare, gjithë ka. Po sigurisht, në këtë vend, në këtë freski, gjelbrem gjithandej, ushqimi i mirë, pse jo? Shumë falenderit, po. Besoj di është edhe një teras jashtë. Është edhe një teras, ku edhe atë shërbehet ushqimi, pije. E kemi atë pjesën jashtë atë. Bukur besa atë për mbrëmje. Unë me gjithë qef atë ullem edhe pin kafe, edhe ushqimin. Po, sigurisht, është edhe ajo pjesa jashtë atë. Mujna me vizitu edhe ato tashti. Po, me gjithë dëshirë. Po, pa tjetër. E tash jena në terasë. Super. Të kemi terasën. Gjatë ditës është mirë. Po mbrëmje është edhe ma bukur. Këtu vinë? Musafir të ndryshëm. Ka musafir që vinë me pushu edhe prej pishines, dalin trena, po. Po ka edhe musafir që vinë ekstra për në terasë.
Prej... Do të thotë ka mysafir që vinë prej shtëpie ekstra me orë, me ushqy, edhe vazhdojnë tutje. Po. Jo domosdoshmërisht edhe vetëm në pishinë. Jo, nuk është domosdoshmërisht vetëm në pishinë, vinë edhe Po këto kjo është një ekstra. arsye pse vinë vetëm me drikurën. Po, edhe është një ambient i bukur, është ambient i freskët, sidomos mbrëmja për shembull bëhet shumë bukur. Çmimet, që kena, hira? Çmimet janë adekuate. Se sigurisht edhe kjo ndikon. Po, edhe çmimet i kemi adekuate. Jo, nuk janë shumë të larta, normale, si në tërë vendet, po ja vlen, se është bukur. Po, sigurisht do të pas një arsye pse vinë. Çmimet e mesatare, Edhe vendi unë qashtu po besoj për derisa është kaq shumë ngarkesë, sidomos gjatë vikendeve, njerëzit vinë edhe ekstra prej vendeve të huaja që vinë në terasë. Super, përveç kësaj, a kemi diçka tjetër që se kena pa alo? Po, kemi edhe diçka tjetër që jemi në përfundim e sipër, po ju flas për hotelin, që është duke... Kemi hotel 3 që po përgatitet? Po, sigurisht. Në çfarë fazë është ai hotel? Është në proces e sipër. Për këtë vit po mendojmë ka fundi viti dikon, mu hap. Okej, po shkojmë e shohim edhe flasim nga afër. Patjetër. Tani që po shoh përballë kam një hotel objekt gjigant. A na tregon fillimisht a jemi afër, ku do të shohet, sa staf do të jetë në këtë hotel, gjitha ato që kam i pas, shërbimet, për na intereson komplet. Po, patjetër. Na po mendojmë hotelin me hap këtë vit, po ka fundi vitit. Nuk e kemi na i datë kështu halat caktume. Se s'mundem me thonë, ato po mendojmë këtë vit, ose në përfundim të këtij viti, diku, edhe hoteli ka me pas të gjitha, ka me 5 yje, dhomat, shërbimi, spahi, ka me qenë edhe një restaurant sigurisht, nalt, po mendojmë ashtu, nuk dihet hala diçka shumë e përfundume ose përfundimtare, saktësisht, po gjithçysh një restorant këtu ka më kanë shumë i mirë. Sa dhoma ka kjo hotel? Po diku nashta ofër 50-ve, 40 gjithçysh, po 50 nashta edhe deri 50 shka. 40 e diçka jemi të sigurt. Shumë mirë. Përveç shërbimeve që i ceke, cilat shërbime tjera janë që do të keni? Po sigurisht do të jetë servis room, do të jetë servis brenda në restorant, musafirët që kanë me u konë të hoteli, kanë me pas qashtje edhe në gjithë resortin e ujvarës. Po. Sikur në brenda në pishin, që ka mu konë një pishin e brendshme, sigurisht, spa, kanë me pas edhe qashtje në për pishinat tjera, në restorane tjera, atjetër. E po shumë mirë atër me nëzipresim me u lëshu ki hotel dhe marrë këtë me po mrena se që ka me u pru. Po, pa tjetër. Do pesho dhe një pjesë tjetër në gjitën me hotela, mund është më të regu se qka... Po, mujna me vazhdu edhe këto. Këto e kemi një salë dasma. Salë dasma? Po, organizojmë edhe dasma të ndryshme, evente, të jesa, përgjithsi të gjitha. Kjo ka qenë aktive do të thotë? Po, ka qenë aktive. Po, është aktive. Edhe për këtu sigurisht është staf shtesë, gjithë shka është shtesë? Po, sigurisht, po. Tu kam, është stafi tjetër që më jemi. Pasi jemi të stafi sa një, am të regon restorani edhe kjo pjesë, për pjesën e pishinave veç e kuptum stafin. Sa staf ka komplet? Kemi staf, nështë një numër nuk moj me ta cek, po është stafi mjaftushëm, dhe më anë është stafi i pishinave komplet, është stafi i restaurantit, edhe stafi i dasmave, dhe më thonë është i veçëm. Krejt janë të ndome, se cili e ka punën e vetë, dhe më thonë që e bënë. Tjerë staf ka për salë dasmave, tjetër staf është për pishin, tjetër staf është për restaurant. Kështu që kemi staf këgja, sa dush, po. Oke, a këshëm pas mundësi me po mrena këtë salë si që shdoket? Pa tjetër që po. Tani jemi këto në salën e dasma. Okej. Po. Që kjo është parahyrja. Këto musafirët mujnë me organizua edhe lloj evente tjera, për shembull, si do lloj ditëlindje, që kam shumë kërkesa, me ma pak njerëz. Një numër ma i vogël. Po, një numër ma të vogël. Është tamam adekuate për qësi lloj evente. Po, mbohen edhe fejesa në qitë parahyrje.
Kurse... Fejesa, ditëlindje. Po, sigurisht. Ne, heng që e ka një numër ma të vogël të... Po, bile sot e kemi një heng familjar këto, është shumë i organizuar bukur. Shumë mirë, po pesho që Po. edhe tavolina është e përgatitën. Shumë bukur. Po. Po salla madhe? Trego pak për salla. Po, salla e madhe gjendet atje. Aty organizojmë dasma që janë matë mdoja me numër matë madhë, sigurisht deri në 400 persona. 400 persona. Mujna me organizu një dasëm aty po. Edhe normal shfrytëzohet edhe për tjera lloj eventesh, si për shembull edhe seminarë në bojmë aty, se e kena mundësin edhe me bo ma të vogël atë sallën. Apo, janë mundësit me nda? Po, janë mundësit. Edhe për konferenca, mujna me shfrytëzu sallën edhe për seminar, për çdo rast të ndryshëm që ka njerëzit nevoja, dhe që kanë lloj-lloj... Shërbime biznesore? Po, patjetër. Po super, atër është një mundësi shumë e mirë për gjithë ata që kanë nevoja të ndryshme në rrethin t'juin, apo dhe ma larga, keni edhe dasma që një Ka edhe prej ma largë, po, ka, prej gjithë vendit ka të jetë. Seriozisht? Po. Në fillim ju thash që ishte krejtësisht bosh. Pishinat bosh, restorani bosh, parkingu bosh. Por shifini tani ndryshimin vetëm pas 3 orësh. Po aktualisht janë mira vizitorë. E tani çka mbetet është ju them që ejani dhe vetë përjetoni çdo cep dhe çdo shërbim që ofron Ujvora Resort. Mirupafshim në destinacionin tjetër.